По протестот на студентите, од Министерството за правда изјавија дека правосудниот испит се спроведува според важечкиот закон и дека Министерството останува отворено за диалог само во рамките на законската рамка. Но овој став организаторот на протестот, Мевлан Адеми, во Клик Плюс истакна дека нема простор за преговори за албанскиот јазик, бидејќи тој е загарантиран со уставот и со закон. Negociohet. Gjua shqipe është gjuhë zyrtare, e parashë edhe kushtetuta, edhe ligji për përdorimin e gjuhës. Çka do të diskutojmë me ministrin Filipov? Keni ndonjë reagim për shkak të komunikatës të cilën reaguan Ministria e Drejtësisë? Komunikata është vetëm në gjuhën maqedone, fatkeqësisht. Po, e shoh se kemi vete, kemi këtu, po, është vetëm në gjuhën maqedone, nëse do shojnë edhe këta në kamerë, përsëri nuk respektohet gjuha shqipe. S'di. Kjo është një qëndrim që nuk i takon një ministri që është ministër për të gjithë popujt që janë këtu. Veçanërisht për një popull që është shtet formues në vendin tonë. Професорот Башким Селмани повика на уште поширока поддршка. Според него албанскиот јазик е неспорен и бара институциите да ги почитуваат обврските кон граѓаните. Prandaj studentët nga sot do të kenë akoma më shumë përgjegjësi, do të kenë akoma më shumë rrugë të bllokuara se sa që kanë pasur sot. Prandaj uroj të gjithë të jemi së bashku ti përkrahim në çdo moment. Po, pikërisht për këtë duhet edhe më shumë përkraje, profesor. Të jenë të senzibilizojnë edhe faktorin ndërkombëtar. Kjo do të jetë zgjidhja. Во текот на вчерашниот ден, студентите и граѓаните протестираа од камениот мост до Министерството за правда, барајќи правосудниот испит да се полага и на албански јазик.